Social Top 5. Rikthehemi sërish program dhe tashmë jemi gati për Social Top 5, rubrika e Live from Tirana, e cila çdo të premte rendit yjet e showbizit më in të momentit nga vendi 5 deri në vendin e parë, se kush ka fituar e kush ka humbur më shumë djegës, dhe dihet që gjatë periudhës së Big Brother VIP, por edhe pak kohë pas përfundimit të tij, personazhet më in të showbizit janë ato të Big Brother VIP, dhe jemi gati për t'i renditur nga vendi 5 deri në vendin e parë se kush mban kurorën e Instagramit për këtë javë. Në vendin e 5 renditet Gerta Gixhari. Një javë më parë ish banorja ishte në shifrat 104.000 ndjekës dhe tani numëron plot 106.000. Gerta ka fituar vetëm 2.000 ndjekës në një javë. Në vendin e 4 ndodhet Loredana Brati. Një javë më parë ish banorja numëronte 121.000 ndjekës dhe aktualisht numëron 135.000. Loredana ka fituar 14.000 ndjekës vetëm në javën e fundit. Në vendin e 3 ndodhet Rozana Radi, ish finaliste e cila u rendit në vendin e 2 në Big Brother. Një javë më parë numëronte 450.000 ndjekës dhe aktualisht është në shifrat 464.000. Ka fituar plot 14.000 ndjekës. Në vendin e 2 ndodhet Egli Tako. Finalistja e këtij edicioni ishte në shifra 320.000 ndjekës një javë më parë dhe aktualisht është në shifra 353.000. Egli Tako ka fituar plot 33.000 ndjekës vetëm në një javë. Në vendin e parë, si mbreti i Instagramit për këtë javë në Social Top 5 ndodhet Gjesti. Gjesti një javë më parë numëronte 544.000 ndjekës dhe aktualisht është në shifrat 604.000. Gjesti, fituesi i Big Brother VIP Albania 4, ka fituar plot 60.000 ndjekës vetëm në një javë. Urime Gjesti, përveç çmimit të madh të Big Brother VIP, ke fituar edhe kurorën e Instagramit për këtë javë, të cilën metaforikisht mund ta tërheqësh në studion e Live from Tirana. Ne shkëputemi këtu duke lënë radhën muzikës së mirë për